Si e bërë nga koka deri te këmbë. Ajo ishte sepse po se s'është bërë, e pranoj Brikena. Jo, nuk ishte tani. Është e njëjta gjë ose është e njëjta gjë. Jo, ti bëj selektive. Ti po bësh selektive. Shiko, nëse më keni ndjekur story, më shumë më vjen për të qeshur për sa i përket pjesës Ledionit që kapet me Monikën. Brikenën e kam qef. Sado që e kam qef për shembull për vllajzën që është po ku e ka gabim. Mbrëm për shembull Brikena nuk ishte atje ku duhej, edhe atje ku dua unë për shembull si një person që shikojnë në një mënyrë pozitive si vajzën më të mirë aty brenda. Shiko, e disa nuk është xheloze siç thot Mateo, që është xheloze, e kanë zënë këtë, kanë bërë bajat këtë fjalën xheloze. E disa është lojtare, për çfarë është lojtare? Duke ditur që jashtë është një situatë e komentuar, kjo e Brikenës dhe Mateos, asaj si një pjesë e madhe e publikut që thot që nuk është e vërtet, ajo ka marrë me vete këtë opinionin e publikut jashtë, e ka dërguar brenda dhe me këtë ajo kërkon të hapi rënjët e saj në lojë. Strategji. Si e shikoj unë për shembull, e di sa më pëlqen shumë në debat. E kam parë mbrëm, ka pëlqyer shumë, dhe pse më ka ardhur pak inat, që është e vërteta për Brikenën që ka dalë pak keq, sepse tha që sikur e di sa i kisha thënë që atë gishtin shko tregoja motrës dhe mamit Mateos, ndërkohë që nuk ishte ashtu, doli gënjeshtare e asaj situate Brikena për këtë merri nat dhe pse e pëlqej si person, nuk është se duhet ja bëj mbar. S'më pëlqeu edhe pik mbaroi në atë që bëri gjithë atë gjurulldim brëm dhe doli gënjeshtare. E disa më pëlqen siç e thash sepse ka një lloj potencialiteti në debat, më pëlqen shumë dhe gjëja që më bë qefi është se sido që t'jetë puna, nëse më keni ndjekur në story shumë herë më përpara, dhe nëse nuk më keni ndjekur e jeni në Instagram, e kam thënë që e disa pa dashur ose pa dëshirën, pa djenin e saj, sepse ajo është e bindur me djenin e saj që është duke bërë debat me Brikenën dhe duke përfshin loj, por pa e ditur që Brikenën në një farë mënyre e nxjerr nga ajo guacka Briteo, sepse ka ngecur. Brikena ka ngecur në vetëm sikur është ka vetëm lidhjen e saj me Mateon, situatën e saj me Mateon. Por ndërkohë tani është duke hapur një vatër tjetër zjarri, e cila siç është bër Juela për Selinën, po bëhet e disa me Brikenën, por në mënyrë më të rregullt, se Selin me Juela kanë një mënyrë rrugaçe buçe, më the thash, jo shiqur deri tash Brikena me Edisën nuk e kanë këtë. Nëse vazhdoj ta kenë tur për ato. Por më pëlqen shumë fare. Unë shikoj në ana pozitive pik për Brikenën, sepse siç e thash është duke ndihmuar që mos të jetë e fokusuar, e pllakosur vetëm në atë lojën, e cimentosur në lojën që Brikena s'ka situatë tjetër veçse Mateon dhe kaq. Jo, tashmë ka një situatë ka një vatër me Edisën, por shpresoj që mos të ngeli vetëm aty. Shpresoj që të heci akoma më tej, se kjo na ndihmon neve, na bën ne të shohim Brikenën në një lloj tjetër dimensioni, sepse deri sot e kemi parë me të njëjtë banor, gjë që është bërë shumë i bezdisur. Mbrëm Prime më ka pëlqyer jashtëzakonisht shumë, sepse kishte vatra të ndryshme, kishte situata të ndryshme që kishin ndodhur në shtëpi dhe ku gjithë secili ishte i përfshirë dhe jepte një mendim ndryshe nga çdo herë të tjera që kemi dëgjuar Selin Miri.